Lëvizjet e tua pas darkës, cilat ishin? Qartë. I programet. Pas darkës kemi, si thash, e pyeta Leonin a dëshiron me shku në Prishtinë Madhe, nuk deshti, ishte e lodhur. Po, ishte e lodhur. Dhe u kthy në shtëpi. Dhe rrugës, për një shtëpi, fillimisht jemi ndalë në Shell. Atë ditë, ne ishim me veturën e Lirdonës. Veturët të cilën unë jap mbleja asaj një vetë më herët. Atë ditë apo një ditë më herët e kishte përdorur Leonardi me sa kuptova. E pash që nuk kishte naftë dhe jemi ndalë në Shell. Mbrit të shtëpia, para se më ngrit. Jemi ndalë në Shell dhe e ku mush kerën full. Ku mush në Shell, bile kum prit që ka më shpash ato pamje, për nuk i pash. Nga aty jemi nisë në shtëpi dhe rrugës më thotë Lirdona para se më ngritë marketi, më thotë më ndalë me bler vezë. Ka pohu edhe dëshmitari pronari i marketit, jo ndalë dhe kum hyrë brenda, kum bler vezë. Edhe ai pronari më dha do çokoladë për fëmijë, më dhon fëmijë. Lëvizjet? Edhe pas këtyre punëve ka kom vazhdu në drejtim të shtëpisë. Të shtëpisë Në qendrimin e Bernicë, po. Ashtu diçka nuk e di. Para se më mrit të shtëpia do thotë, pa prit mas nga una e majt e ime, nga thevrat apo kemi thënë ato, del një person i maskuar në mes të rrugës. Duke drejtuar armën në drejtim tonë. Qysh ishe ulur ju në automjet? Unë isha vozit, Lirdona pasagjer, Mirë? një më Bravo. Edhe? Edhe Lirdona thotë ku hajnë ata po hajnë, nuk e di diçka kështu. Edhe unë e ngadalsoj që i duhet këtë kohën kështu. E nali makina një që i duhet këtë kohën dhe personi maskuar afrohet të ishte mes edhe vjen të dritarja ku ishte Lirdona këtu. Lirdona e hop dritaren, në gjysë apo nuk e di sa. Dhe unë i kisha parët në gjep, se kulet nuk komoj kur, smoj. I kisha parët që e kisha në gjep, edhe telefonin, dhe ato ja dhon, ai e zgo dorën edhe i merr ato telefonin tem parët, jo pa telefonin jo, parët, telefonin ai Lirdona vetin edhe parët, edhe tash. Vetëm pa, ndaj personi i maskuar e zgjo dorën, unë ja jap parët. Po. Personi Lirdona ja jap telefonin e sot. Po, edhe parët. Çka kishte? Lirdona ja jap. I borç personave të caktuar Nuk qëndrojnë. qëndron në obligim ndaj personave të tjerë. Nuk qëndrojnë ato borxhe, se borxhen askush nuk ta fal. Sot asoj dite unë askush nuk më ka qenë të përmbaruar si ato diçka për ndonjë borxh. Nuk ekzistojnë ato borxhe. Shumë jo të vogla. Po, Se do përgjigje ju të shtu strikte. po nuk ekzistojnë ato borxhe. Nuk ekzistojnë ato borxhe. Të si e bolla ka qenë, shfa shumë nëse e di, të rëpërsepja. Nuk e Nuk e di. di. Disa qindra euro. Jo më shumë. Jo më shumë, Jo. Dhe unë e përmendu që gabitja po bëhet për veturë, sepse mu si shtash më doli një person përpara, më ka qenë i parkum automjetit tij apo diçka që unë e po që është në makinë, unë e përmendu që po gabit vetura. Dhe kjo është arsyeja pse po ndodh për vetura. Vetura më ka thonë telefonin. Edhe kur zgjat dorën, një tavankerit, më thonë e ka marrë telefonin të. Ku më hopë derën e fëmijëve, fëmija ka nëjë, edhe unë përminoj pas tyre. Tu me ndu që kur largohë mune ajtë e lëshon rrugën për Lirdonës edhe del e mërkere. Kjo ka qenë mendimim, se
Pas vetëm disa sekonda, kom dëgju krismën, mu më ka ndohë si 2 krisma në atë moment, dhe kom mendu që është po shkon në drejtim timin, tonin. Dhe në kom përdhu më shtyr mrapa, kom vazhdu me majtë në fëmijë, dhe kur po shoj, dhe thot pas disa sekonda prap, po kthej kokën mrapa e shoh se nuk është lirona askund, dhe në atë moment vjen një vetura e zezë, ajo që ishte në komë. Në atë moment makina vjen në drejtim timin edhe të fëmijëve. Nuk e dija humbi kontrollin apo pse, por ashtu ndodhi edhe vetëm i kom fëmijë, edhe në moment e ka kthy vollonin edhe ka vazhdu drejt, por shpejtësisht madhe. Dhe në atë moment ka qenë po ashtu i maskuar.